Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio Shtat. Publikohen detaje nga skandali Epstein dhe lidhjet e tij me Ballkanin. Ish anëtare e ekipit ligjor të Departamentit Amerikan të Drejtësisë, Catherine Bolkovac, pretendon se rreth 80% e vajzave të mitura të Jeffrey Epstein, viktima të trafikimit të qenieve njerëzore, vinin nga Ballkani. Një raport i grupit kundër pastrimit të parave të bankës JP Morgan i përgatitur rreth kohës së dënimit të Epstein në vitin 2008 tregonte se pothuajse 2/3 e grave viktima të trafikimit për prostitucion në botë vinin nga rajoni. Ndër vendet e përmendura si burime kryesore të trafikimit janë Shqipëria, Moldavia, Rumania, Bullgaria, Rusia, Bielorusia dhe Ukraina. Slovenia po përgatit një projekt ligj që synon ndalimin e aksesit në rrjetet sociale për fëmijët nën moshën 15 vjeç. Me rreth 2 milion banor, Slovenia po ndjek shembullin e Spanjës dhe disa vendeve të tjera europiane, të cilat kanë propozuar masa më të rrepta ndaj përdorimit të mediave sociale nga të miturit. Këto nisma vijnë pas shqetësimeve në rritje se platformat digjitale janë të dizenjuara për të krijuar varësi dhe mund të kenë ndikim negativ tek fëmijët dhe adoleshentët. Presidenti malazez Jakov Milatović kundërshton rritjen me 30% të pagave të sistemit gjyqësor. Argumenti i tij është se qytetarët nuk po shohin rezultate nga prokuroria dhe gjykata, ndaj rritja është e pajustifikueshme. Individët përgjegjës për probleme në dhënien e drejtësisë nuk mund të shpërblehen, tha Milatović. Më tej ai shtoi se performanca, llogaridhënia dhe rezultatet duhet të jenë kriteret për të mbështetur rritjen e pagave. Drejtësia së pari pas rritjes e pagave, u shpreh presidenti. Kreu i shtetit ka refuzuar të dekretojë 25 ligje të miratuara në parlament dhe kjo ka ngritur shqetësime për procesin e antarësimit të Malit të Zi në Bashkimin Evropian. Sipas mazhorancës, kjo mund të ngadalsojë mbylljen e disa negociatave të parashikuara për muajt mars dhe prill. Rusia shkel marrëveshjen e parashikuar me Trump për anë pushim një javor me Ukrainën, vetëm disa orë pasi presidenti amerikan deklaroi se Vladimir Putin kishte rënë dakord të ndalonte sulmet ndaj Ukrainës për shkak të motit të ftohtë atje. Moska nisi një sulm me më shumë se 100 dronë dhe një raketë balistike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ushtrojnë presion mbi Indinë për të hequr dorë nga nafta ruse. Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi të hënë një marrëveshje tregtare me Indinë që ul tarifat amerikane mbi mallrat indiane në 18% nga 50% në këmbim, që India të ndalë blerjen e naftës ruse dhe të ul barierat tregtare. Trump e njoftoi marrëveshjen në rrjetet sociale pas një telefonate me kryeministrin indian Narendra Modi. Sipas kreut të Shtëpisë së Bardhë, në këto kushte, India mund të blejë naftë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe potencialisht nga Venezuela. Një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë i tha Reuters se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po heqin një taksë ndëshkuese për 25% mbi të gjitha importet nga India për shkak të blerjeve të naftës ruse. Rusia vazhdon të bombardojë Ukrainën. Presidenti Volodymyr Zelenski deklaroi se mbi 1100 banesa në Kiev janë pa energji elektrike pas sulmeve ruse. Zelenski theksoi se situata është e vështirë dhe në rajone të tjera të Ukrainës qendrore, veçanërisht në Dnipro dhe në Kerkasi. Deri më sot, situata më e vështirë është në Kiev, në Kharkiv dhe në rajon dhe në Sumy dhe Poltova, dhe gjithashtu është e vështirë në rajone të tjera të Ukrainës qendrore. U shpreh ndër të tjera presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski akuzoi Rusinë se preferon të vazhdojë sulmet më tepër se të angazhohet në diplomaci, pasi Moska lëshoi më shumë se 70 raketa dhe 450 dronë në Ukrainë gjatë natës. Shfrytëzimi i ditëve më të ftohta të dimrit për të terrorizuar popullsinë është i rëndësishëm për Rusinë më shumë se sa zgjedhja e diplomacisë, shkroi presidenti i Ukrainës në rrjetet sociale. Vijojnë bisedimet Rusi-Ukrainë. Presidenti Volodymyr Zelenski deklaroi se raundi i ardhshëm i bisedimeve të paqes mund të mbahet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zelenski rikonfirmoi gatishmërinë e Ukrainës për t'u angazhuar në formate që realisht e ofrojnë paqen dhe bëjnë atë të besueshme dhe afatgjatë. Është thelbësore që kjo luftë të përfundojë në mënyrë që e lë Rusinë pas një shpërblim për agresionin e saj. Ky është një nga parimet kryesore që rivendos dhe garanton sigurinë e vërtetë, tha Zelenski ndër të tjera në një videomesazh pas përfundimit të raundit të dytë të bisedimeve në Abu Dhabi. Shtetet e Bashkuara rrisin mbështetje financiare për vendet e Balltikut. Kongresi miratoi një fond prej $200 milion si asistencë sigurie për Estoninë, Letoninë, Lituaninë në iniciativën për siguri të Balltikut. Paketa prej $838.7 milion e nënshkruar nga presidenti amerikan Donald Trump më 3 shkurt para sheh rritje të bashkëpunimit me 3 shtetet balltike. Rreth $10 milion shtesë janë ndarë Estonisë nga programi për financim të ushtrive të huaja, fondet të cilat Talini ka përdorur më parë për të blerë pajisje HIMARS, raketa Javelin dhe predha artillerie të kalibrit të madh.
Arrestohet një kolonel i forcave ajrore greke me akses në informacionet të klasifikuara të NATO-s, pranoi se ka spionuar për Kinën duke nxjerrë sekrete ushtarake që konsiderohen kritike për sigurinë kombëtare të Greqisë dhe Aleancës Euroatlantike. Oficeri rreth 50 vjeç u ndalua brenda bazës ushtarake ku shërbente në zonën e Kavaurit pas një hetimi të gjatë dhe të fshehtë të shërbimeve greke të inteligjencës. Dyshimet ndaj tij nisën disa muaj më parë pas një sinjalizimi nga një agjenci inteligjence aleate që ngriti alarmin për rrjedhje informacionit të ndjeshëm. Për shkak të detyrës që mbante, koloneli kishte akses të drejtë për drejtë të dokumente të klasifikuara për fshirë plane dhe të dhëna të NATO-s. Trupat të Gardës Revolucionare, ushtria ideologjike e Republikës Islamike të Iranit, ndalojnë 2 tanker nafte në rajonin e Igjirit për kontraband karburanti. Agjencia iraniane e lajmeve Tasnim deklaroi se janë gjetur mbi 1 milion litra karburant kontraband në bordin e 2 anijeve, duke shtuar se 15 anëtarë të ekuipazhit me komsituo janë dërguar përpara drejtësisë. Tankerët u ndaluan pranë nishullit iranian Fars, njoftoi Tasnim. Tankerat ishin të përfshirë në operacione kontraband për disa muaj, u identifikuan dhe u ndaluan pas operacioneve të mbikëqyrjes dhe zbulimit të tyre nga forcat detare të Gardës Revolucionare, sqaroi agjencia iraniane. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.